Tensioni mes Klodit dhe Elionës arrin një kulm të ri. Atmosfera është ngarkuar dhe banorët e tjerë ndjejnë energjinë e fortë që përshkon ajrin. Eliona afrohet pranë Klodit me një shikim që tregon kurreshtje, por edhe një përzierje emocionesh, dëshirë për të kuptuar dhe pak frikë nga përgjigjja që mund të marrë. Klodit I duket se ka ardhur momenti për të vendosur një kufi të qartë dhe të prerë. Ai e shikon Elionën me një ton serioz dhe vendos të mos lërë vend për keqkuptime. Ai e nis duke I thënë me një zë të qetë por të prerë: "Pusho, e kam thënë më parë dhe e them sërish, nuk të dua dhe nuk do të dua kurrë." Fjalët e tij bien të qarta në dhomë dhe e gjithë atmosfera ndjehet e rënë. Eliona përpiqet të përgjigjet, të shpjegojë ndjenjat e saj, por Klodi nuk I lë mundësinë. Ai vazhdon: "Kjo temë është mbyllur. Nuk ka diskutim më tej, nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojë ndjenjat e mia." Fjalët e tij janë të qarta dhe të prerë, duke treguar vendosmërinë dhe sinqeritetin e tij. Eliona ndjen një përzierje emocionesh, shgënjim, trishtim dhe një ndjenjë të thellë të refuzimit. Ajo largohet pak hapësirë, duke u përpjekur të marrë frymë dhe të përballojë dhimbjen që këto fjalë I shkaktojnë. Por tensioni nuk është vetëm I saj, edhe Klodi duket I preokupuar, I ngarkuar emocionalisht, sepse dihet që thjeshtësia e fjalëve të tij nuk do të thotë se nuk ka ndikim tek ai gjithashtu. Debati vazhdon në heshtje për disa sekonda. Çdo shikim, çdo frymëmarrje e tyre është e rëndësishme. Klodi qëndron I vendosur dhe nuk lë vend për dyshime. Ai është I qartë në vendimin e tij dhe nuk dëshiron që kjo temë të kthehet më. Eliona, nga ana tjetër, ndjen nevojën për të kuptuar, për të shprehur emocionet, por e di se fjalët e Klodit janë finale. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin që mbizotëron në dhomë. Disa e shikojnë me kuriozitet, të tjerë me shqetësim, duke kuptuar se ky moment është vendimtar dhe se ndikon në dinamikën e mëtejshme të shtëpisë. Heshtja që ndjek fjalët e Klodi që zgjedh disa minuta, duke e bërë situatën të rënduar emocionalisht dhe duke I dhënë rëndësi çdo shikimi dhe çdo gesti. Eliona largohet pak hapësirë, por ende e ndjen praninë e Klodit. Ajo përpiqet të qetësohet dhe të marrë kontroll mbi emocionet e saj, ndërsa Klodi mbetet I vendosur dhe I qetë, duke I dhënë mesazhin e qartë: "Nuk ka kthim pas, nuk ka diskutim më tej." Ky moment zgjat disa minuta, me tension të lartë dhe ndjenja të forta, duke krijuar një episod emocionues dhe dramatik për publikun. Fjalët e Klodit, heshtjet dhe reagimet e Elionës mbajnë shikuesit të fokusuar për më shumë se 5 minuta, duke shfaqur një marrëdhënie komplekse dhe tension të lartë brenda shtëpisë. Në fund, është e qartë, Klodi ka vendosur kufit e tij dhe mbyll temën një herë e përgjithmonë, ndërsa Eliona duhet të përballet me realitetin e ndjenjave të tij. Ky episod tregon qartë tensionin, emocionet të pathëna dhe situatat komplekse brenda shtëpisë, duke e bërë rrëfimin të mbushur dhe dramatik.